Një biznesmen i pasur i divorcuar jetonte me krenarinë e vet me 3 djemt e tij. Por një vizitë thjesht e mjeku për një kontroll rutin e ktheu përmbys jetën e tij. Diagnoza ishte e rëndë, por lajmi që shoqëronte ishte katastrofik. Ai ishte steril. Në ato momente Jozefi kuptoi se 20 vjet martese kishin qenë një gënjeshtër. Djemt që ai riti, që ai donte, nuk ishin biologjikisht të tij. Çfarë bëri ai kur zbuloi të vërtetën tronditëse dhe si reaguan djemt e tradhëtuar? Mjeku duhet të ketë gabuar, sepse lajmi zemërthyes që ai sapo i kishte dhënë nuk mund të ishte i vërtetë. Ai gjithmonë kishte qenë i përkushtuar ndaj djemve të tij, por tani duhej të besonte se ata nuk ishin fëmijët e tij. Fatkeqësisht, ky biznesmen shpejt zbuloi se jeta e tij ishte një gënjeshtër, dhe pasi zbuloi të vërtetën, ai duhej të bënte diçka tronditëse. Joseph Harley ishte një biznesmen dhe milioner që jetonte në Mbretërinë e Bashkuar. Ai ishte i martuar me një grua të quajtur Jane. Ata kishin 3 djem, të paktën kështu mendonte Jozefi. Ata kishin 3 djem, Austinin, i cili ishte 23 vjeçar, dhe binjakët 19 vjeçar, Donaldin dhe Christopherin. Në vitin 2007, martesa e Jozefit dhe Jenit po shkatrohej dhe ata ishin në prag të ndarjes. Në vitin 2008, çifti më në fund vendosi të divorcohej. Jozefi nuk e kishte me keq për martesën e tij. Ai kishte 3 djem, për të cilët vazhdoi të kujdesej edhe pasi rrugët e tyre u ndanë. Si pjesë e marrëveshjes financiare, Jane mori një pagesë prej $5 milion, e cila do të kishte mbuluar shkollimin privat për 3 djemt. Sidoqoftë, pavarësisht kësaj, Jane kaloi vite duke ndjekur ish bashkëshortin e saj dhe duke u përpjekur ta detyronte atë të paguante më shumë. Sipas mendimit të Jozefit, 3 djemt ishin i vetmi rezultat i mirë i kësaj martese. Sidoqoftë, një surprizë ishte pikërisht pas qoshes. Një ditë ai u ngrit dhe u përgatit për një takim rutin tek mjeku. Jozefi u nënshtrua një kontrolli rutin. Sidoqoftë, siç doli, nuk ishte krejt standard. Mjeku bëri disa analiza dhe rezultatet e tyre e kthyen botën e Jozefit përmbys. Mjeku i tha Jozefit se ai kishte fibrozë cistike, një sëmundje që shkakton infeksione të rregullta të mushkrive. Kjo shkakton dëmtimin e mushkrive dhe me kalimin e kohës zvogëlon kapacitetin e tyre. Gradualisht bëhet gjithnjë më e vështirë të marrësh frymë. Fatkeqësisht, fibroza cistike është një sëmundje gjenetike. Motra e Jozefit kishte vdekur nga kjo sëmundje disa vjet më parë. Sa do i shkatëruar që ishte Jozefi, ai kishte frikë. A mund t'ua kalonte këtë djemve të tij? Për fat të mirë, mjeku e siguroi se nuk kishte asnjë mundësi që ai t'ua kishte kaluar sëmundjen. Jozefi ndjeu një ndjenjë të madhe lehtësimi. Fatkeqësisht, kjo nuk zgjati shumë, sepse mjeku ende nuk kishte mbaruar së foluri. Më pas mjeku zbuloi disa lajme tronditëse. Kishte një arsye shumë të mirë pse ai nuk mund t'ua transmetonte sëmundjen të tjerëve. Në atë moment e gjithë jeta e Jozefit u shemb në një xhast. Kur biseda u kthye te pilloria, ai tha: "Shiko, ti dhe gruaja jote do ta keni të vështirë të keni fëmijë, sepse ti, si një burr me fibrozë cistike, je steril." Po duhet të më keni keq diagnozuar, sepse unë tashmë kam 3 djem, tha Jozefu me krenari. Por mjeku duke u ndjerë në siklet dhe i tronditur, vetëm tundi kokën me trishtim. Ky kuptim i arshëm erdhi te Jozefi ngadalë. Ai rishikoi jetën e tij me Jenin në kokë dhe shikoi çdo detaj me sy të freskët. Ai kujtoi kohrat kur disa shenja paralajmëruese duhet të kishin shkaktuar alarmë dhe pastaj u ndje keq. Kjo nuk mund të ndodhte vërtet. Ai ishte vërtet kaq i verbër sa nuk e vuri re këtë. Në fund të fundit ai pothuajse gjithmonë punonte vonë. Ai kujtoi kohën kur Jeni e thiri vonë natën nga hoteli i saj dhe tha se fluturimi i saj ishte vonuar. Ajo tha se ishte një udhëtim pune, por kishte detaje të tjera për të cilat ai nuk kishte menduar deri tani. Menjëherë pasi Jane zbuloi se ishte shtatzan me djalin e saj të parë, ajo filloi të tregonte interes për gjërat që nuk i kishte përmendur kurrë gjatë 7 viteve të martesës së tyre. Ajo pa pritmas u interesua për judaizmin. Jozefi u befasua. Ai dhe Jane u ritën të dy si të krishterë. Ndoshta kjo ishte një zbulim për jetën e dyfisht që ajo kishte bërë. Dhe ndoshta ky e dhënë tregonte burrin me të cilin ajo dilte. Jozefi e dinte se djemtë e tij nuk ishin as pak si ai, por ata dukeshin të njohur. Të dhënat u shtuan
dhe Jozefi filloi të mendonte se e dinte se me kë po dilte gruaja e tij. Por ndoshta ai po nxitohej. Në fund të fundit binjakët janë të rrallë. Në popullatën e përgjithshme, shtatzanit me binjak identik ndodhin në më pak se 1% të rasteve. Është gjithashtu e njohur se përdorimi i trajtimeve të pjellorisë rrit shanset për të ngjisur binjak. A e kuptoi Jane se ata kishin probleme me pjellorin para tij? Në fund të fundit, ata ishin martuar për 7 vjet kur Jane më në fund mbeti shtatzën. Por mjaft spekulime për sot. Është koha për të pasur një bisedë të sinqertë me të. Ai dërgoi me zemrim një mesazh Jane duke kërkuar një shpjegim. Përshëndetje. Isha në spital sot, ku më në fund mora një diagnozë. Kam fibrozë cistike. Sipas provojës së tyre, ata nuk kishin pasur kur një burr me fibrozë cistike që të kishte një fëmijë. LRM 3. Jam 98% i sigurt se nuk jam babai i fëmijëve tanë. Jane lexoi mesazhin, por nuk u përgjigj. Duke parë se mirësjellja nuk do t'i jepte asnjë përgjigje, Jozefi vendosi se ishte koha të merrte një qasje më të fortë. Shpresoja që ju të më kursenit testet e mëtejshme poshtëruese, duke më treguar tani nëse jam babai i fëmijëve, shkroi Jozefi. Unë do të ndjek me kënaqësi këshillat tuaja për mënyrën më të mirë për t'u treguar djemve, por nëse më detyroni t'i nënshtrohem këtyre testeve shtesë, unë do t'u them atyre atë që dua. Këtë herë, Jane e zënë në qoshe, dërgoi përgjigjen e saj brenda pak minutash. Sigurisht që djemt janë të tu. Çfarë do që të sugjeroj shkenca, shkroi Jane. Jozefi ishte skeptik. Ai u afroi djalit të tij të madh, i cili po studionte në universitet në atë kohë dhe i tregoi gjithçka. Por si e mori ai këtë lajm? Ai tha: "Tashmë jam para teje, baba, apo thua se ndoshta nuk je babai im?" Jozefi me zemër të thyer nga mendimi se nuk ishte babai biologjik. Idealit e tij e dinte se kjo ishte fjalia më e vështirë për t'u thënë. Jozefi i tha djalit të tij të madh se sigurisht ai ishte ende babai i tij, por ai nuk mendonte se e kishte ngjisur vet atë. Pastaj 2 ditë më vonë ai më në fund dëgjoi nga Jane. Ajo pranoi se gjatë martesës së tyre 20 vjeçare ajo kishte dalë me një burr tjetër dhe madje më thyë se Jozefi e njihte edhe personalisht. Por ajo ende këmbëngulte se Jozefi ishte babai i fëmijëve të tyre. Ai nuk ishte zgjidhje tjetër veç se të merrte një mendim ekspert. Ai e dinte se 20 vitet e të fundit të jetës së tij kishin qenë një gënjeshtër. Ai do ta bënte atë të paguante. Vendosi të kërkonte këshillën e një eksperti të mashtrimit të atësisë. Pasi u nënshtrua testeve të shumta, u konfirmua se Jozefi ishte vërtet i paaft të lindte fëmijë. Hapi tjetër ishte marrja e monstrave të ADN-s nga djemtë e tij. Rezultatet e testit provuan se binjakët nuk ishin të tij, por për të ndërlikuar më tej çështjen, djali i tij i madh refuzoi të jepte një monstër. Djali i madh i Jozefit deklaroi: "Për sa më përket mua, ai është babai im dhe kjo është e gjitha." Por Jozefi ende kishte të gjitha provat që i nevojiteshin për të ngritur një padi kundër Jane-it. Ai filloi procedurat në gjykatën e qarkut të Birminghamit në dhjetor të vitit 2016. Sigurisht, kjo i shkaktoi Jozefit dhimbje të madhe mendore. Efekti i valezuar i gënjeshtrës së Jane-it ishte i madh, por reagimet e binjakëve, ndërsa çështja përparonte ishin shumë të ndryshme. Binjakët ende e konsideronin Jozefin si baban e tyre, edhe pse e dinin se ai nuk ishte babai i tyre biologjik. Njëri nga binjakët madje i dërgoi Jozefit një mesazh mbështetës të mahniqëm. Mesazhi lexonte: "Babi, siç thash që në fillim, ti kur nuk do të pushosh se qeni baba për mua. Pa marr parasysh se çfarë. Unë do të jem gjithmonë anën tënde dhe ti do të jesh gjithmonë babai im. Të dua, djali yt." Kur gënjeshtra e pabesueshme e Jane-it u ekspozua në gjykat, Jozefi fitoi çështjen dhe Jane u urdhërua t'i paguante atij mbi $100,000. Jane pranoi të zgjidhte çështjen, por me një kusht: burri që është babai i vërtet i djemve të tyre duhet të mbetet i panjohur. Por për Jozefin ishte një fitore e zbrazët dhe ai kishte një mesazh për babain biologjik të fëmijëve të tij. Jozefi tha se djemt kishin të drejtë të dinin se kush ishte babai i tyre biologjik, por ai do ta konsideronte veten babai i vërtet. Në fund të fundit, një babai i vërtet është ai që të ka rritur. Të dashur shikues, çfarë do të kishit bërë nëse do të ishit në vendin e Jozefit? Ju lutemi, na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video,
atëherë bëni like dhe abonoheni në kanalin tonë. Kjo histori e pazakontë shërben si një testament i fuqishëm për atë se çfarë do të thotë me të vërtet atësi. Edhe pse gënjeshtra e Xhenit shkaktoi një dhimbje dhe tradhti të madhe, besnikëria dhe dashuria e djemve për Josefin vërtetuan se lidhjet e familjes ndërtohen nga dashuria dhe koha e kaluar, jo vetëm nga gjenet. Josefi fitoi betejën ligjore, por fitoria e tij e vërtet ishte rikonfirmimi i vendit të tij në zemrat e djemve. Tani ju ftojmë të reflektoni. Cili mendoni se është babai i vërtet, ai që ofron materialisht ADN-n, apo ai që rrit dhe ofron me dashuri? A duhet të zbuloj Gjeni emrin e babait biologjik, pavarësisht marrëveshjes? Na tregoni mendimet tuaja në komente.